Keni këmbë të fryra, kjo recetë do ju shpëtojë dhe nuk ka ngelur njeri pa e provuar. Vuani nga inflamacionet dhe entjet e gishtave ose këmbëve tuaja, ose keni konsumuar një vak të rënd I cili mund të paralajmërojë dhe përfryrje. Ja cilat janë disa nga shkaqet më të zakonshme të entjes së këmbëve dhe kur duhet I drejtoheni mjekut. Përdorimi I tepërt I kripës në përditshmërinë e dietave tuaja mund të jetë një faktor kontribues shumë I madh kundër problemeve të fryrjeve. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Teprimi me ushqime tepër të kripura mund të shkaktojë kështu entje të gishtave. Trupi përpiqet të mbajë balancën midis ujit dhe midis kripës. Duke konsumuar më shumë krip, trupi e kompenson duke ruajtur shumë ujë në trup dhe krijohen gjithashtu edhe entje të ndryshme të tyre. Zakonisht entja e shkaktuar nga konsumi I tepërt I ushqimeve të kripura largohet vetvetiu brenda disa ditësh. Nëse keni kufizuar kripën, do të filloni të ndjeni dhe çfryrjet e para. Osteoartriti dhe artriti reumatoid, bllokimet e sistemit limfatik, gjithashtu sëmundja Raynaud, aktiviteti fizik, probleme me veshkat, ilaçet e përdorura, sindroma e tunelit karpal dhe temperatura e lartë. Mund të jenë disa nga arsyet kryesore pse po përjetoni fryrje të gjymtyrve. Akumulimi I acidit urik dhe formimi I kristaleve të injta në kyçe mund të shkaktojë gjithashtu edhe një rritje të niveleve të inflamacioneve, pra duke çuar kështu edhe në entje të forta të tyre, duke ndikuar drejt për së drejti në këto komplikacione dhe duke nxitur gjithashtu një organizëm akoma dhe më të dëmshëm. Ato mund të shoqërohen gjithashtu me dhimbje, të cilat mund të prekin në zonat tuaja dhe të krijojnë gjithashtu edhe pezmatime të mëdha. Nëse jeni një person që vuani nga këto shqetësime, është e rëndësishme të drejtoheni tek mjeku për një trajtim më të përparuar dhe për të evituar gjithashtu komplikacionet në shëndetin tuaj. Një studim I publikuar në revistën ndërkombëtare të pediatrisë, të cilit I referohemi, shpjegoi nëse të rinj që konsumojnë shumë lëngje të ëmbëlsuara dhe ato të gazuara mund të preken më shumë nga nivelet e larta të acidit urik. Studime të tjera sugjerojnë se gratë që pinë gjithashtu pije të sheqerosura në dietën e tyre janë rreth 74% më shumë të rrezikuara që të vuajnë nga këto komplikacione, duke nxitur kështu edhe shqetësime më të mëdha të shëndetit të nyjeve. Përdorimi I tepërt I alkoolit në përditshmërinë e recetave tuaja mund të jetë një arsye pse po përjetoni fryrje dhe gjithashtu entje të gjymtyrve. Entja e këmbëve dhe e kyçeve mund të ndodhë për shkaqe nga më të ndryshmet. Një prej tyre është akumulimi I lëngjeve në inde, një problem që njihet si edema periferale. Këmbët mund të enden gjithashtu edhe si pasojë e problemeve të sistemit të qarkullimit, të veshkave ose të sistemit tuaj limfatik. Njerëzit që qëndrojnë ulur për një kohë të gjatë, konsumojnë në sasi të tepërt të kripës, veshin çorape ose këpucë të ngushta dhe ata që janë mbi peshë janë më të predispozuar që të vuajnë nga këto komplikacione, duke nxitur kështu edhe më shumë probleme të shëndetit të tyre që mund të shoqërohen edhe me probleme të rënda të imunitetit. Për më tepër, përdorimi I disa medikamenteve të caktuara dhe ushqimeve të përpunuara industriale mund të shkaktojnë ose të përkeqësojnë edemat tuaja të këmbëve. Por receta e dur bimore e cila mund të ndiqet në kushte shtëpie mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë në lehtësimin e këtyre komplikacioneve derisa të merrni edhe një trajtim më të specializuar. Në këtë video, sipas Bright Side, do të mësoni se si të përdorni majdanozin për të lehtësuar këmbët e enjtura dhe të fryra. Majdanozi është përdorur ndërshekuj kundër problemeve të tilla, për shkak të efekteve të tij të jashtëzakonshme shëruese që ka. Majdanozi gjithashtu është shumë I pasur me vitaminën A, vitaminën B, vitaminën C dhe vitaminën K. Gjithashtu ai përmban edhe elementë të tjerë ushqimor, si hekuri dhe kalciumi. Majdanozi do të luajë një rol të rëndësishëm
në elementët ushqyes në parandalimin e efekteve të dëmshme që mund të shkaktojnë në mëlçinën tuaj. Shtimi i majdanozit në përditshmërinë e recetave tuaja mund të forcojë ndjeshëm sistemin tuaj imunitar. Ai ndihmon gjithashtu në ekuilibrimin e niveleve të sheqerit në trup dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, përfitimet të tilla të majdanozit mund t'i japin një mbrojtje më të mirë për shëndetin tuaj edhe duke evituar kështu komplikacione të ndryshme. Kjo bime mrekullueshme do të mbrojë veshkat tuaja dhe ndihmon ato të kryejnë më mirë funksionet e tyre. Falë majdanozit, akumulimi i lëngjeve mund të jetë më i kufizuar në kohë, duke krijuar gjithashtu një mbrojtje më të mirë edhe në parandalimin e entjeve të nyjeve tuaja. Kjo mund të jetë një recetë shumë e mirë ushqyese për shëndetin e nyjeve dhe lehtësimin e komplikacioneve. Gjithashtu, si të përdorni majdanozin për të lehtësuar këto entje? Ekspertët këshillojnë që të zjeni një filxhan ujë dhe në të hidhni kur uji është i nxehtë edhe majdanozin. Më pas i trazoni, majdanozi duhet të lihet i grirë holl për 5 deri në 7 minuta. Më pas kulloni lëngun dhe mund ta konsumoni njësoj si në formën e çajit. Ekspertët sugjerojnë ta konsumoni me kujdes, dhe nëse merrni medikamente të caktuara ose vuani nga shqetësime të ndryshme të shëndetit, përpara përdorimit gjithmonë duhet të konsultoheni me mjekun tuaj, për të evituar kështu ndërveprimet ose dhe efektet negative të tyre në dëm të shëndetit tuaj, dhe ekspertët këshillojnë që majdanozin ta keni pjesë të recetave tuaja ditore edhe të lehtësoni gjithashtu komplikacionet që i kanosen atij. Nëse sindroma e këmbëve të fryra nuk është specifike për verën, atëherë ajo mund të bëhet gjithashtu edhe më e vështirë në përditshmërinë tuaj, duke nxitur më shumë probleme, duke ndërlikuar akoma dhe më shumë jetën tuaj ditore dhe duke shkaktuar gjithashtu komplikacione të saj. Në shumicën e rasteve, entja e këmbëve dhe e kyçeve, pra edema periferale, është rezultati i grumbullimit të lëngjeve. Kjo formë është jo vetëm një ndjesi e pakëndshmërisë, por mbi të gjitha mund të shoqërohet edhe me dhimbje të ndryshme të nyjeve, duke nxitur kështu më shumë përkeqësime të shëndetit dhe duke krijuar më shumë komplikacione të tij. Kjo fryrje mund të jetë gjithashtu jo vetëm e dëmshme nga pamja estetike, por mund të ndikojë drejt për së drejti edhe në dëmtimin e nyjeve. Në fakt, faktorët mund të jenë ngrënia e ushqimeve tepër të kripura, kaliumi shumë i përdorur, qëndrimi i ulur për një kohë të gjatë, veshja e këpucëve me taka të larta dhe veshje të ngushta dhe të qenit mbi peshë. Këmbët e fryra janë pasojë e lëngjeve të tepërta që vijnë nga gjaku dhe enët limfatike. Prandaj, grumbullimi i ujit në inde, i quajtur edema periferike, e bën lëkurën të tentosur në prekje. Por entja e këmbëve është veçanërisht e theksuar gjatë mbrëmjes. Simptomat janë këmbë të rënda, vështirësi në veshjen e këpucëve dhe dhimbje të kyçeve. Për më tepër, edemat mund të shfaqen në mënyra të ndryshme. Çrregullime të tjera që shpesh shoqërojnë edemën janë kruajtje, ndjesia e rëndesës, tensioni, mpirje, ngërçe të muskujve, si dhe dhimbje të forta gjatë natës. Dhe nëse nuk i trajtoni si duhet këto shqetësime, përgatituni të merrni edhe efektet e tyre negative në dëm të shëndetit tuaj. Ekspertët tregojnë se nëse keni fryrje dhe entje të këmbëve pasere, drejtohuni tek mjeku për të parë nga afër shkaqet kryesore të këtyre komplikacioneve. Nëse gjendja juaj bëhet kritike dhe më shumë e rënduar, është e rëndësishme të flisni me specialistin, për të evituar kështu ndërlikimet ose faktorët e tjerë dytësor, të cilët mund të krijojnë shqetësime të forta në shëndetin tuaj të këmbëve. Ekspertët tregojnë se përdorimi i recetave natyrore kur sapo ka filluar problemi mund të jetë një ndihmë shumë e mirë ushqyese për shëndetin tuaj edhe të evitoni gjithashtu rëndesat e papritura. Kujdesuni sa më shumë për shëndetin tuaj të këmbëve dhe gjithashtu bëni konsultat e duhura. Është e rëndësishme të mos konsumoni sasi të tepërta të kripës në rast se po përjetoni këto komplikacione, në mënyrë që të mbroni shëndetin dhe të evitoni gjithashtu më shumë rëndesat e tij. Vëmendje, ju bëjmë dijes se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj
ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, edhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like, dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.